mbështetjen e gjithë studentëve, qoftë me nga 100 euro apo me bursën e mobilitetit, vjen edhe lajmi tjetër i mirë për ata që pra kanë më shumë të nevoje, janë familjet në asistencë sociale. Për gjitha familjet përfituese të socialit, pra lajmi i mirë është që duke filluar nga ky muaj, pra nga tetori, sociali rritet me 20% më tepër. Lajmi tjetër i mirë që përse e keni pa tashmë është që qeveria Kurti 3 po vjen. E me qeverinë Kurti 3 kemi përgadit edhe disa lajme tjera të mira. Kemi përgadit një lajm shumë të mirë për gjithë fëmijët që përfitojnë nga shtesat e fëmijëve, e do të ketë lajm të mirë edhe për gjithë pensionistët. Por do të ketë lajm të mirë edhe për ata që punojnë në sektorin privat me pagë minimale, e do të ketë lajm të mirë edhe për gjithë veteranët e UÇK-s, për të cilët pra do të hiqet kufizimi për të punuar në sektorin privat. Kështu që mos harroni, me 12 tetor dilni votoni e pastaj festojmë bashkë me gjitha këto lajme të mira me qeverinë Kurti 3.